vendimmarrje për të shkëputur ndoshta do të thosha përfundimisht nga tranzicioni. Pasi pritet shumë shpejt që ne të hyjmë në Evropë dhe në kushte që bëhet hyrja në Evropë në atë sistemin tepër formal që ka Evropa, bizneset tona do të ndiheshin në vështirësi. Pra, jepet një goditje e fundit të informalitetit, mundësisë për të shkëputur nga një e kaluar. Dhe kjo është arsyeja kryesore e paqes fiskale. Më thënë, nuk e mendoj që do të jetë diçka e përsëritur, ndodh për këtë gjë. Madje do thosha që kjo është deri diku ka ardhur me kosto të larta politike, në sensin që ne duam të jemi të formalizohemi sa më mirë, por Evropa ndërkohë nuk na do, sepse në fund të ditës do të kemi disa biznese të cilat do të jenë të formalizuara, do të jenë konkurrente me këtë tregun e ri të Evropës. Pra, në këtë sens, paqja fiskale është një sens pozitiv për formalizimin e bizneseve, të cilat do të kenë mundësi të konkurrojnë më mirë në kushtet të një tregu të përbashkët evropian. Pra, kjo është qëllimi kryesor i paqes fiskale. I paqes fiskale. Dhe kemi falje të detyrimeve. Po, kuptohet. Kjo shoqërohet në dy komponent. Në një komponent është procesi i faljes së detyrimeve deri në këtë moment, dhe në një moment tjetër është procesi i rideklarimit të disa llogarive të caktuara, të cilat kanë gjithmonë efekte financiare, dhe këto efekte financiare janë të reduktuara në masën 5%. Dhe